Ndërtimi i teatrit të ri kombëtar po vjon, ndërsa punimet pritet të përfundojnë brenda vitit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga kantieri i teatrit të ri kombëtar, projekti i cili po merr formë çdo ditë më shumë. Me punën në kantierin e teatrit të ri kombëtar që po merr formë dita ditës, si një tjetër gur i çmuar mes gjerdanit të veprave që e kanë transformuar kryeqytetin, thekson kreu i qeverisë. Projekti i ri vepër e njërit prej arkitektëve më të mëdhenj bashkëkohor, Bjarke Ingels, e studios daneze BIG, synon të krijojë një ndërtesë që lidhet me hapësirën e jashtme, si një strukturë performuese dhe një zgjatim fleksibël i jetës publike të Tiranës, ku teatri bëhet vepër e një aktori dhe kontekstin e qytetit. Projekti po zhvillohet në zonën ku aktualisht gjendet pozicionuar teatri kombëtar në ndërthurjen e akseve të pedonaleve. Ndërtesa është ndarë në dy pjesë, një për aktorët dhe një për administratën, dhe një tjetër për publikun me funksionin kryesor teatrin. Të dy pjesët kanë akses të veçantë, publiku do të ketë hyrje nga fasada kryesore ose hyrje tek nënhark, ndërsa pjesa e tavanit të ndërtesës do të shërbejë gjithashtu si një teatër i hapur auditor, ku publiku mund të ulet në shkallar për aktivitete të ndryshme. Teatri i ri kombëtar në Tiranë do të jetë një nga ndërtesat më të bukura në rajon. Ky teatër do të shërbejë me kushte më optimale aktorëve e spektatorëve, por edhe do të hyjë me dinjitet në radhët e objekteve më të mira të njëjtit lloji në Evropë.